Aleksej Navalny, lideri i opozitës ruse që vdiq në burg muajin e kaluar, parashikoi se vdekja e tij nuk do të ndryshonte asgjë dhe se njerëzit e tjerë do të qëndronin në vend të tij. Kështu është shprehur Navalny në 2020 në një dëshmi të pabotuar, intervistë e cila u publikua 2 ditë më parë. Nëse do të më vristin, kjo nuk do të ndryshonte asgjë, i tha Navalny Jacques, atëherë antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në dëshminë e publikuar nga e përditshmja franceze, Navalny tha se ekipi i tij e dinte se çfarë të bënte pa të, megjithse pranoi se gjërat do të ishin më të vështira. Ka njerëz të tjerë që janë gati të qëndrojnë në vendin tim, shpreu Navalny. Sipas tij, ka miliona njerëz që nuk duan të jetojnë në një vend ku gjithë pushteti është vetëm në duart e një njeriu. Me 16 shkurt, autoritetet ruse thanë se Navalny vdiq papritur në një burg në Arktik. Mbështetësit e tij thonë se 47 vjeçari u vra, ndoshta me të njëjtin agent nervor, Novichok. Navalny u intervistua në maj me 17 dhjetor 2020 në Berlin përpara kthimit të tij në Rusi, pas trajtimit për helmimin nga Novichok, të cilin ai e fajsoi.